Antoneta, unë të përshëndes në sot, jemi sërish me shef Ermal Lohjan dhe jemi në ambientet e restorant Pubza për të sjellë për të gjitha anvisat, një recet, një sugjerim, e cila jam e bindur që do të jetë shumë e shijshme nëse do të zgjedhin që ta përgatisin. Mirë se të gjejmë shef. Faleminderit që jeni sot me ne. Mirë na erdhët. Çfarë do të gatuajmë sot? Sot kemi dalë çik nga Shqipëria jug lindore, kemi petkat Korçës. Ka shumë mënyra që bëhen petkat. Po, ato janë petkat. Petka i thonë ato, dhe është një pet, është ngjarë me brumin e makaronave, por është e bërë vetë artizanale. Dhe është si e thyer, është e çrregut me forë. Dhe përveç asaj, ka mënyra të ndryshme siç tham. Unë do përdor një mënyrë e cila është e thjeshtë, do bëhen si të zira dhe do përdorim me prosciutto të tymosur. Do vendosim çik prosciutto të tymosur sipër. Mirë, për të thënë të gjithë përbërësit, sa petka na duan? Ne do vendosim në një pjatë, normalisht unë këtu kam tiganin pak më, do vendos për 2 racione, dhe afërsisht rreth 300 gram petka për 2 persona. Sa prosciutto? Prosciutto do përdorim rreth 80 gram, pra 40 gram për një sipër. Do na duhet gjallë? Kaçkavall dhe sherebel. Sherebel dhe djath kaçkavall, shoh. Po, edhe gjithashtu gjallë, krip, piper janë sigurisht shoqëruese të përhershme të recetës. Petkat i gjejmë në market, shiten? I gjejmë në market, gjenden kudo. Kudo. Mirë. Atëherë kërkoni petkat e Korçës në market. Dhe prosciutto në tymosur, është prosciutto pule tymosur, në rastin se mund të përdoret viçe, mund të përdoret një lloj sallame. Në varësi të preferencës. Mirë, do të nisim. Tu kam edhe diçka të veçantë, sepse është lëng mishi, kockash. Kam zirë kocka dhe do t'i zirë me lëng kockash. Pra do t'i bëjmë pak qik si sen potente. Po, a shkon si kombinim lëngu i kockave me pulën, me prosciutto në pulën së tymosur, shkon? Shkon, lëngu i mishit mund përdoret kudo. Kudo. Edhe pulë? Po. Do t'a provosh, do t'i shikosh. Do t'a provoj edhe do t'a vlerësoj në fund, megjithatë nuk kam asnjë dyshim, për aq kohë sa vjen e thënë nga jua. Kaq shumë vite eksperiencë shef, padyshim që jepni më të mirën tuaj. Keni lëngun e mishit. Vendosim rreth. Pra pak nga lëngu i kockave kalon në tigan? Po, kalon në tigan. Po? Do t'i hedhim kripën dhe gjalpin pak këtu. Ta marr kripën? Urdhëro. Dhe sa gjallë? Mjafton apo shumë? Do hudhësh një lugë plot, edhe pak. Pa mos bëhet shumë e rëndë, shef. Edhe gjallë dhe lëngu kockave, ja? Ashtu? Po. Tjetër, çfarë duhet të kenë parasysh anvisat teksa zgjedhin për ta përgatitur si recetë? Kenë parasysh që momentin që merr val lëngu, do fillim t'i hedhim dhe petkat brenda. Petkat do t'i vendosim në formën që janë aktuale. Petkat duhet të zihen paraprakisht? Po, duhet të zihen normalisht, por në rastin ton, mund të përdoret në mënyrë tjetër në furrë, mund t'i pjekim, t'i përdorim siç përdoren pjesa jufkave, por unë po i përdor në mënyrë tjetër. Do të tregoj mënyrë tjetër gatimi, jo gjithmonë atë tradicionalin që jemi mësuar t'i shohim, edhe ta shijojmë. Është një recetë që kërkohet dhe pëlqehet në restorantin tuaj, shef? Po, e pëlqejnë dhe e kërkojnë se duket diçka e veçantë. Është recetë e sjellë nga ju apo është një recetë të cilën e ke provuar dhe e ke testuar diku tjetër edhe e ke sjellë në formën tënde këtu? Kjo origjinë ka nga Korça, normalisht që është testuar, është provuar, por unë kam përdosur mënyrën time. Dhe sidomos tu në Dajt nuk para përdoren këto, se neve kemi ngelur në Dajt, gatuajmë vetëm nga Shqipëria e Mesme, po në rastin tonë në Dajt nuk gatuhet, ja teksa vini në restorant Pubza, mund të provoni edhe gatimet të tilla tradicionale të zonave të ndryshme. Të gjej gatime të ndryshme. Normal, duke futur ndonjëri si të veçantë, siç është prosciutto ose diçka tjetër. Dhe shumë mirë. Dhe për sa minuta do t'i lëm petkat të gatuar? Rreth 10 minuta do kjo, jo më shumë. Sepse derisa të krijohet një farë mase të jetë viskoze, pak e trash, pra lëngu, mos ta pi komplet lëngun të thata, por edhe jo shumë, jo si supë të në ato momenti që trashet. Nuk e dëmtojmë si petk edhe nëse zihet shumë, sepse unë të hezitoja ta zjeja për arsye se mos më prishej më pas e gjithë konsistenca, por jo. Nuk është. Në këtë rast se ka përmbajtje vezë dhe nuk prishet kollaj. Unë dua t'ju rikujtoj të gjitha anvisat që recetat që ne kemi përgatitur me shefat tanë të kuzhinës këtu në programin Ejat e Ne
i gjeni në YouTube, në kanalin e RTS1 HD, në programin Eja të ne. Aty do të keni një listë të gjatë në programin Eja të ne, të gjitha recetave, të ndaj mund të zgjidhni të preferuarën tuaj edhe të shikni edhe një herë se si përgatitet ajo. Të tilla janë recetat që shefat tanë përgatisin, receta të mira, receta autentike, receta të shpejta, por gjithashtu shumë të shëndetshme. Shef, ju gjithashtu jeni edhe pjesëmarrës në organizatën kombëtare të shefave të kuzhinës. Çfarë rëndësie ka kjo për ju? Ka shumë rëndësi, sepse i bit ti je shumë i privilegjuar ose i zgjedhur si thua, pa ndjen veten krenar si thua që përfaqëson të Shqipërinë ndërkombëtar ose edhe më gjerë. Petkat i ke zgjedhur ndonjëherë ti kesh pjesë të i kam përdorur, jo në këtë formë, por në mënyra të ndryshme kemi futur dhe gatimet shqiptare. Sepse mundohemi, po jam vlerësuar normalisht. Gjithmonë ndjekim me fjalë receta shqiptare që mundohen aty ti kamuflojmë ose ti sjellim në formën më perëndimore të mundshme ose më moderne si më. Për të bërë edhe më të pëlqyeshme. Edhe më të pëlqyeshme edhe për të ndjekur standardet normalisht. E drejt, shumë e drejt. Mirë. Unë e hoqa nga zjarri sepse nuk dua të thash ndonjëherë, nuk e duan me pak lëng, me pak glukoze. Dhe këtu në një tigan tjetër do të kavërdisim lehtë të prosciutën. Kjo është e gatuar prosciuta aty mos, por ne duam që të jetë ngrohtë kur serviret. Ja dhe petka. Kuptohet që ka zjerë? Po. Tani këtu, si që thamë, e teprem pak që kuzhina shqiptare nuk e vitëm do, dhe teprem pak me gjalpin, jo se do bëjmë dhe gjë, po... Po, thonë që kur janë produktet të mira... Jo, kur është e mirë... Nuk të bëndëmë? Jo. Dhe da skuqim. Do t'i skuqim pak prosciutto. Po? Të tentojmë ta bëjmë më krokante? Po, dhe me pak sherebelën, e sherebela. Do të marrim tjetër sherebele, e vendosim pak se. Shiko, mund përdoret edhe lloj pancete këto. Pjesët që janë dhjamore, për shumë një pancete mund përdoret sipër ose një... Në rastin tonë kam përdorur te prosciutto. Në vend të sherebelës, a mund të aromatizohet me një tjetër erë apo mundet, por gjalpi me sherebelën shkon shumë praktikisht. Rozmarina për shembull? Po, rozmarina deri diku. Po është pak e fortë rozmarina. Qëndrojmë tek sherebela, sherebela jemi okay. Mirë. Në një tigan, pra kemi vënë të skuqen fileto e pulës, prosciutto e pulës me pak gjalp edhe me sherebel për të aromatizuar edhe më shumë. Petkat i kemi gati. Petkat i dhe heqem, nuk duam që ta gatuam shumë. Ja, shto. Tani, që është skuqja? Pjesa e montimit. Pjesën e montimit. Po, ta vë këtu? Po, në vendos një pjatë të u. Se nuk duam që ta pinë gjithë langun, të duam që të rinë pak të buta. Aroma është shumë e mirë. Edhe pjesa e gjalpi që i hidhet ose që i ndyra, është sepse nuk duam që edhe petat të ngjisim një atë tjetër, prandaj përdoret të çik të ndyre. E ndihmojnë që të mos ngjisin, ëh? Po, që mos ngjisin. Edhe do të marr edhe pak languj. Aroma është kaq e mirë. Ne do ta vendosim. Përafron pak me aromën e jufkave. Po, normalisht që janë me jufkat, por gatuan dhe si jufkat, me idenë që... A mundet për shembull që të kaloj edhe në furrë pas nëse nuk do të zgjidhet ta konsumonim kështu? Në rastin e gatimit tjetër është që mund ta përdorim në furrë, duke i pjekur në fillim, me pak gjalp, ti pjekim, dhe pastaj hedhim lëngun e mishit më vonë. Pra formën e jufkës po përdorim. Ose mënyra tjetër është kjo që bëhet e zjerë me... Por në rastin e jufkës, në rastin që ose do të përdorësh për jufka, duhet, do t'i vendos të pak djathtë. Në rastin e jufkës do të shtoja që duhet
të ketë mish, jo prosciutto për shembull. Mund të vendosësh mish pule, mish viçi sipër dhe fut pak në furrë që të marrë shkon më shumë ashtu. Na e pjekja. Krim dhe pak. Edhe me çik kaçkavall. Dhe ja tek vinë ndryshe petkat e Korçës në këtë recetë të sugjeruar nga shef Ermali. Duhet thënë që është një recetë shumë e thjeshtë, apo jo? Është thjeshtë e shpejt. Shumë e shpejt, edhe besoj që anvisat mund ta përgatisin fare lehtë për familjarët e tyre. Momenti. Kjo është mënyra më e shpejtë. Nëse do përdoret në furrë, do hante më shumë kohë. Ne kemi përfunduar petkat me prosciutën e pulës, por me çfarë mund t'i shoqërojmë shef këto? Tash unë doja ta thoja në fillim, po të bëj një sallatë kale. Një sallatë kale kam bërë, do të shoqërohet me pak arr, me kumlla të thata, me pak pomodorin, misër dhe do ta marinoj me pak uthull balsam dhe vaj ulliri. Shumë mirë, shohim mirë. Se cilën teknik do të ndjekësh për të gatuar kalen, sepse fillimisht duhet gatuar pak? Kjo duhet zier pak. Zier, pa. Duhet pa kalen duhet ta ziejmë pak, të heqim pak pjesën e kërcellit. Pa. Edhe mund të zihet shumë e madhe siç është, ose mund të po ta me pjesë më të mëdha, më thënë, jo të jetë shumë e imët, sepse ajo është sezoni i sallatës kale tani? Po. Është, dhe prandaj me sa shoh është edhe shumë jeshile dhe duket që është e freskët. Unë e kam marrë, po është e freskët, e kam marrë kastile. Mendova që duke qenë një recetë e shkurtër, e thjeshtë edhe kjo është recetë shumë e thjeshtë. Pra, një person i cili nuk ka shumë kohë, do thjesht, po. Për sa minuta lëm kalen që të ziej? Do 7-8 minuta, nuk do shumë. Nuk që edhe mos na humbi vlerat ushqimore. A mundet më pas që sallatën, nëse nuk duam që ta konsumojmë dhe ta përgatisim në atë vakt të gjithën, ta ruajmë në frigorifer? Mund të ruhet e zier, po jo e marinume normalisht. Mund ta zihesh të gjithë si saci dhe mund ta ruash në frigorifer kullon. A ka një sekret për ruajtjen e saj edhe në frigorifer në mënyrë të tillë që të mos dëmtohet? Zakonisht duhet të lihet në frigorifer e mbyllur me një qese. Kjo duhet me një pelikullë, pra me një tas, për shembull një tas normal, mbasi e ke zier dhe e ke ftohur normalisht. Dhe ftohur, po. Do ta vendosi akull që të ftofet për shpejt edhe mund ta mbash në një tas me pelikullë dhe ta lësh me një kohë më të gjatë. Ka vlera ushqyese. Gjithsesi konsumohet, po ka shumë vlerë ushqyese. Në të gjitha produktet që janë të gjelbër, pra të gjitha si sallate, shile, spinaq, gjithçka, kaleja është kampione. Kampion. Mirë. Receta të shijshme, receta me produkte të cilat kanë vlera të larta ushqyese, ndaj mos neglizhoni të përgatisni edhe një sallatë për të shoqëruar edhe petkat, një sallatë kale me shoqëruar me misër, pomodorini dhe fruta të thata, arra dhe kumbulla. Po. Dhe në fund fare vem pak djath kaçkavall. Unë po i vej pak kaçkavall normalisht, por mund t'i vendosni në lloj djathi tjetër. Shkojnë këto djathra të afët faktikisht. Këto një djath për shembull, po themi blu ose gorgonzola, nëse ato dalin pas unë do ta bëj në mënyrë shqiptare, nuk duhet dalë nga. Nuk do të dalësh nga tradita. Do të qëndrojmë traditës, po është një çik kale, është pak sallatë disi e ahtët e hidhur, vjen. Është e hidhur, por një shije. Kur zihet dhe i ikën pak i thia dhe me gjërat që do ta bëjmë, do ta ëmbëlsojmë pak. Te misri ëmbëlson, domati ëmbëlson, uthulla e balsame. Ka filluar ndërkohë të ziej, shoh që është ngjyrosur edhe uji. Po. Edhe pak krip ke uji. Po. Është mirë të jetë pak krip se ndihmon në zierjen apo në ruajtjen e vlerave ushqyese? Edhe ndihmon, por edhe e ruan dhe ngjyrën pak, e ruan edhe shijen, do t'japim edhe pak shije. E merr shijen më kollaj kur zihet sesa kur thjesht marinohet. Për çfarë mund ta përdorim ujin pasi kemi zier sallatën kale? A mundet të përdoret? Uji sallatës kale është pak i rëndë, Nuk e rekomandoj shumë se ka shumë me fjalë klorofile dhe është çik i rëndë po ta llogarisësh. Sepse për shembull nëse do të zienim spinaq, është e këshillueshme që të zihen më pas makaronat për të ngjyrosur? Kam parë receta të tilla? Po, spinaqi po. Spinaqi po, kalja nuk këshillon. Pastaj nuk lëshon edhe shumë ngjyrë, nuk lëshon edhe aq ngjyrë sa spinaqi, është pak më ndryshe. Presim dhe domatet e vogla. Po bëjmë ca pomodorini. Dhe kumbullën e thatë. Po, i kemi gati gjërat. Do ta mendin që zihen, do ta heqim. Edhe pak.
Me çfarë produkte të tjera mund të shoqërohet sallata kale? Duke që se kemi dhe petkat me prosciutën e pulës. Mund të përdorësh dhe prosciut. Mund të përdorësh për të qëndruar në një linjë. Po, mund të përdorësh, po nuk do të rëndoj, kupton, sepse duke qenë vete përdoren dhe fruta, për shembull mund të përdorësh dardhën, mollën si sallatë. Pranon. Ju duhet jeni me fat shef këtu, sepse dhe pozicionimi i restorantit ju jep mundësinë që të punoni dhe të gatuani me produkte të mira, me produkte të vendit, me produkte bio, të cilat përveç vlerave ushqyese janë edhe të rritura mirë, janë edhe produkte të freskëta. Normal që janë të freskëta. I blini tek persona që i mbjellin, që janë afër zonës? Edhe jam lidhur së të thua që i kam thënë dhe fermerë ndryshme, nëse keni gjëra të veçanta, gjëra që ju bëni vetë mbaçën tuaj, mi sillni. Unë jam më i pranoj, jam partizani këtu e Kur ka më mirë? Po të shikosh, kala është gati, po thuajse? Gati, ja? Po, se dhe nuk duam që ta bëjmë shumë qulla, po duhet të jetë çik qëndrueshme. Dhe kuptohet që është, besoj që është zirë mjaftueshëm, sepse edhe ngjyrën e ka ruajtur, po dhe duket sikur është zbutur pak në... Po, është zbutur. Nuk është më aq e fortë si gjethe, ja. E kuptueshme. Mirë. Do ta kalojmë në kulles? Po. Do kalojmë në një kulles. Ne heqim nga zjarri. Ka dhe njerët karakteristiket fort faktisht kur zihet, po ta shikosh. Po, ndjehet aroma. Është... Po ne që në mënyrë që të arrujmë vlerë, nuk do ta bëjmë, që me thënë qulle, mos ta zijmë aq shumë se nuk duam që... E duket sikur edhe humb pastaj atë shijen, nëse do të zihej shumë. Po. Ja. Sallata. Unë po shkoj ta ftof pak të, është gati për servir. Unë ndërkohë po pres domatinat apo janë të prera? Unë presësh pak arë, si më të sormojnë. Do në një pjatë. Po? Më ndihmosh mu. Kam marrë pak lakër të kuqet për ngjyrë, për të thënë ngjyrë, nuk vendosim 3 gjethe, në mënyrë që edhe sallatat ketë pak ngjyrë. Unë po pres disa arra. Do bëj kujdes që të mos prijem me fikën e shefit. Dhe besoj që janë mjaftueshëm, shef. Ja, kështu. Tani, këtë sallatën, sipas këshillës së shefit, do ta kalojmë këtu. Ja. Kështu? Atëherë iba. Shef, apo? E bëra gabim. Vendosi kështu. Po hiqja pak fundin, 3 gjethe mjafton. Dhe këto t'ja pres të fundin këtu? Ja presim që. Tash do të vendosim. Kështu? Po. Pita edhe pak se fundin. Na iva çfarë bën edhe këtu? Pse është e këshillueshme që të fritet fundi? Po është i fortë, është nuk është aq i pëlqyeshëm. Kështu? Apo e vura për gabim? Po, vendos. Ja. Kjo është për dekor, besoj, po edhe për të konsumuar dekor, patjetër. Po edhe konsumohet normalisht. Tani do t'i hedhim. E kemi ftohur? Një lugë, lutem, një lugë gjelle. Do të shtoj misër. Do t'i hedhim misër. Kam përshtypjen që duhet hy edhe tek ato recetat dietike. Po, normalisht është shumë dietike. Por me shumë vlera. Edhe bollshme edhe për një vakt, ndoshta për një darkë. Na afro dhe pak kripën. Ne i hullëm pak krip gjatë zirjes. Mjafton? Ulli. Po, edhe më shumë? Edhe pak vaj ulliri, vaj ullirit ka dhe erza brenda, po ta shikosh. Nuk besoj është shumë pikant, apo? Jo, nuk është pikant shumë, sepse speci nuk është i hapur. Qëndron vetëm për aromë? Për aromë dhe për t'i dhënë freski. Edhe uthull. Uthull balsamik, ja? Uthull balsamik, rreth 2 lugë gjelle i kam hedhur këtu.
Tani do ta përzijem. Kujdesemi që të marinohet të gjitha. Dhe një recet e shpejt, një recet me pra mund të përdoren dhe fruta. Qyese. Mund të përdoren dhe fruta. Dhe ngjyra shumë të bukura. Pra sepse kam zgjedhur dhe domatet dhe misrin dhe të gjitha këto mënyrë që t'japin pak ngjyrë. Po është e vërtet, shef, që edhe mënyra se si ju e servirni, duket se të fton edhe më shumë që ta provosh e ta shijosh. Ka të bëjë shumë edhe ana vizuale, faktikisht. Ka të bëjë ana vizuale. Tani, ma prodh pak dhe kaçkavallin. Pra neve me pak edhe me gjërat që kishin në recetën e parë, nuk përdorim edhe. Dhe drejta sugjerimi për anvisat. Unë sugjeroj që të ketë pak djathë si sallatë. Që djathë jep edhe... Uta? Pjati... Sot fitove 2 pjata. Sot kemi 2 pjata për anvisat, kemi 2 sugjerime, që është pjata e parë janë petkat me proshutën e pulës, të cilën e kemi fërguar pak për ta bërë disi më krokante, dhe gjithashtu kemi sallatën që është sallatë kale shoqëruar me misër, me domate, me arra dhe me kumbullat të thata. Tani ta provoj? Bëj mirë, patjetër. Do ta nis nga sallata një herë. Nisim. I kam prerë pak të vogla, në mënyrë që ti konsumosh sa më... Jetë me thjesht për konsumim. Lezetshme? Shumë. Jo, nuk është lezetshme, është e mirë. Është e mirë. Është shumë e mirë sepse nuk ndihet shumë nuk ka vjeçim pra sepse kemi edhe kumbullat. Po. Zakonisht e karakterizon kalen. Unë sugjeroj që kur të bëni edhe sepse aceto normalisht që kërkohet, pra të jetë një uthull e fortë, edhe me limon mund ta shoqëroni, por duhet diçka e ëmbël. Dhe ka mundësi mund të udhni edhe pak mjaltë, nëse doni ta e sugjeroj edhe me mjaltë, që ta mbëltoni, por nuk dohet të jepja shumë të ëmbël. Aceton me mjaltë? Aceton me mjaltë me vaj ullivi dhe mund ta përdorni për ta marinuar. Është shumë e mirë, është speciale dhe provojeni anvisa. Tani, momenti petkave. Kureshtare për të kuptuar se si janë petkat, sepse kam provuar vetëm në Korçë, si një pjatë tradicionale. Në Korçë një mënyrë tjetër. Ngatimi? Kjo është sjellur një version tjetër. Shumë e mirë. Me këtë më le pa fjalë. Shumë e mirë. Që nga lidhur shumë mirë të gjitha shijet, edhe një petkat, por gjithashtu edhe aroma që ka lëshuar sherebela tek prosciuta. Shumë e mirë vërtet. Dhe ajo që po më bën përshtypje është që nuk ndjehet fare diferenca midis lëngut të kockave që ju zihet petkat dhe pulës. Nuk ka, kombinohen, nuk ka asnjë lloj. Ndaj mos hezitoni, provojeni anvisat e dashura, mundohuni ta gatuani kështu si shef Ermali ju shpjegoi me të gjitha hapat që ju treguam. Janë 2 receta shumë të shpejta, janë 2 receta të cilat kanë shumë vlera ushqyese, sepse produktet me të cilat i kemi gatuara janë të mira. Ndaj është e gjitha për ju kuzhina, bëni mirë që ta gatuani për të afërmit tuaj. Shef, të falenderoj shumë për sugjerimet e sotme. Linja për Antonetën.